Sot kemi dalur për të protestuar, për të kundërshtuar një të keqe të madhe me cilën është u përballë çdo ditë shteti jonë. Bëhet fjalë për japjen e shtetësisë për serbë që nuk kanë të bëjnë asgjë me Kosovën. Ne fillimisht kemi kërkuar pi Ministrisë Punëve të Brendshme që të dalin publikisht dhe të tregojnë se sa serbë kanë aplikuar deri sot që nga ligji i ri për me fitu shtetësinë e Kosovës. Ajo që kemi marrë prej Ministrisë ka qenë heshtje. Ata kanë vendosur me mshef këtë dhonë, prandaj ne kemi marrë një aktivitet simbolik para Ministrisë Punëve të Brendshme dhe prapë nuk kemi marrë përgjigje. Sot kemi dalë me protestu para kuvendit ditën kur do të bëhet betimi i deputetëve të ri. Ndaj tyre i kemi 3 kërkesa. E para ka të bëjë me shtrimin e presionit mbi qeverinë për publikimin e numrit të saktë serbëve që kanë fituar shtetësinë e Kosovës që nga ligji i ri. Kërkesa e dytë lidhet me shfuqizimin e ligjit të ri për shtetësi, pasi që konsiderojmë që ky ligj ja përshpejton dhe lehtëson procedurat serbëve që të fitojnë shtetësinë e Kosovës. Edhe kërkesa e tretë ka të bëjë me shfuqizimin e nenit 155 prej Kushtetutës, i cili i jep të drejtë serbëve që kanë qenë banuar në vitin 1998 me fitu shtetësinë e Kosovës. Gjitha këto vendime munden me i marrë deputetë e ri, pasi që ata sot po e marrin mandatin, e së bashku me mandat vjen edhe përgjegjësia për këtë vend dhe për këtë shtet. Prandaj le të tregohen të përgjegjshëm dhe t'i marrin këto vendime dhe kërkesat tona le t'i kenë parasysh. Në të kundërtën, ne i bëjmë thirrje keq qytetarëve që të na bashkohen në çdo mbledhje të ardhshme të kuvendit, sepse do të mbajmë protestë deri kur këto kërkesa të merren parasysh. Faleminderit shumë.